Nis të zbatohet marrëveshja e Partisë Demokratike me aleatët pas mbështetjes së këtat fundit dhanë në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Shpërblimi me emërime në postë drejtuese për aleatët ka filluar së pari me largimin nga detyrat të kreut aktual të Qendrës Kombëtare të Kontrollit të Barnave, Besnik Jakaj. Në këtë pozicion emërohet Arif Shahini, një emër që vjen si marrëveshje politike midis Partisë Demokratike dhe Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Drejtori Besnik Jakaj pohoi se ai do të lëvizë në një tjetër pozicion, ndërsa ndali tek puna që i ka bërë si drejtues gjatë më shumë se 4 viteve në këtë institucion. Ai pohon se problematika në sektorin farmaceutik vazhdon të mbetet dhënia e barnave pa receta. Unë lëvizi për të kontribuar në një sektor tjetër shëndetësor apo jo. Unë jam profesionist në fushën e shëndetësisë, por jam pjesë e politikës. Unë kam pas dhe kam angazhim në Partinë Demokratike. Ky institucion në drejtimin tim ka pas rezultate jashtëzakonisht të mira, qoftë në drejtim të luftës që është bërë kundër kontrabandës, qoftë në drejtim të luftës ndaj monopoleve. Kemi një treg të formalizuar, të stabilizuar dhe që janë hequr të gjitha hallkat burokratike në procedurat dhe në shërbimet që ofron Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave. Drejtori i ri Arif Shahini vjen nga fusha e shëndetësisë, teksa profesioni i tij është farmacist. Shahini nuk ka pranuar të bëjë komente për pozicionin e sapo marrë. Qendra e Kontrollit të Barnave është institucioni specializuar për regjistrimin, analizën e barnave si dhe inspektimin dhe kontrollin e çdo lloji veprimtarie në fushën farmaceutike. Ajo kontrollon dhe inspekton të gjitha subjektet farmaceutike private dhe shtetërore, farmaci, agjenci farmaceutike, depo dhe fabrika farmaceutike. Kjo qendër kryen regjistrimin e barnave, prodhim vendi dhe importi, si dhe analizat e tyre.